temës që lidhet dhe me Belinda Ballukun, por nuk do të merrem me procesin që ka nisur në parlament, sepse normalisht të pres edhe raportin e Këshillit Mandateve përpara sa të them dhe unë fjalën time në mënyrë shtëruese për temën e imunitetit. Por duhet ndaj me ju këtu diçka që e kam thënë edhe pa praninë e publikut përmes mediave. Belinda Ballukun mua më ka dorëzuar dorëheqjen 3 herë. Qysh në mbrëmjen e ditës kur ju ngrit akuza në fillim, jo për korrupsion, se është shumë interesant që ndërkohë që të gjitha të nxjerrin bëjnë llogarit duke marrë shumat e shpenzuara për të ndërtuar të gjithë ato vepra, akuza nuk është për korrupsion. Nuk ka akuzë për korrupsion. Por për paparazin tendera. Pastaj ma ka sjell përsëri me shkrim dorëheqjen kur u bë pezullimi dhe pastaj edhe një herë të tretë kur u ripezullua nga mosvendimi i gjykatës kushtetuese. Siç u kam thënë, e kam hedhur unë poshtë kategorikisht idenë e dorëheqjes. Dhe pse vlen kjo të përsëritet? Dhe pse dua që ta ndaj dhe publikisht? Sepse unë kam bindjen që në këtë fazë revolucionare të jetës institucionale të vendit, kur ndryshe nga vendet me drejtësi dhe me institucionet të konsoliduara, në Shqipëri drejtësia sapo ka nisur ta shijojë pavarësinë, ne nuk mund të hyjmë në vallën e dorëheqjeve automatik.